Mojtaba Khamenei, djali i liderit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, është gjallë dhe në gjendje të plotë shëndetësore. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve MER, ai po shqyrton çështje të rëndësishme që lidhen me vendin, pa dhënë detaje mbi natyrën e tyre. Mojtaba Khamenei, djali i udhëheqësit suprem, është plotësisht i shëndetshëm, citohet të ketë deklaruar agjencia. Djali i dytë i liderit suprem konsiderohet nga disa analistë si figurë me ndikim në prapasken. Ai raportohet të ketë lidhje të forta me trupat e Gardës Revolucionare Islamike, një nga strukturat më të fuqishme ushtarake në Iran, si dhe me Basi, rrjetin paramilitar vullnetar që vepron në ombrellën e Gardës. Megjithatë, çdo skenar që parashikon një transferim pushteti nga babai te djali përballet me ndjeshmëri politike dhe fetare brenda Republikës Islamike. Tradita klerikale shiite nuk e favorizon trashëgiminë dinastike të pushtetit, veçanërisht në një sistem që lind nga revolucioni islamik i vitit 1979, i cili përmbysi monarkinë. Në aspektin formal, Mojtaba Khamenei nuk mban një post zyrtar qeveritar dhe nuk njihet si klerik i rangut të lartë. Ai është përfshirë në listën e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara që për vitin 2019. Në media po qarkullojnë aludime se Mojtaba Khamenei, djali i udhëheqësit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, mund të mos jetë pretendenti kryesor për të marrë drejtimin e vendit në të ardhmen, ndonse emri i tij është përmendur prej vitesh nga disa analistë si një figurë me ndikim dhe si pasardhës i mundshëm. Ende nuk ka një konfirmim zyrtar nga autoritetet iraniane që ai të jetë kandidati formal për postin e udhëheqësit suprem.